ligje tokën. Ja që bëj? Ja që bëj se? Ja që bëj? Ju jeni ti për pulgoj, për pulgoj që po jam këtë. Më shvini këtë më du ligjë në bëjë, se në në shimi. Nici mai împătimat pe salti apuro. Ishi të më të tuda një atë të zhjillu. Minuta vjetë t'jejë. Po ja bëj mërë se këta në burka të këtu purizore. Këta ta i që vekë. Këta i që unë A ba ma s'jilë, oj kërru. Këta s'jilë, ati. Vreme si përfore, ja këtë, po s'jilë shqetori. Ja ma s'jilë, ha. Ajo i farë, 5 minuta mje, po nuk e hoqa. Plasë me ti, të lidhe. Kam dokument. Ja, po të filmojmë, se të filmoj ty. Kur sheti që se po të filmoj. Dona, prite, Dona. Është në kërkoj, po në kërkoj veshë, ka në Ja pra s'jide, ha. Ha, bravo, klefto, ja. Hapi. Hapi shtetin edhe në nuk vit, ja. Hapi, ha. Je burder, hap shtetin, ha. Je me pra urdin, a je oficer. Je burdin, a je oficer. Për lutem, je burdin. O inderum. Inderum, hap shtetin dhe largohemi. Dhe si dhe ti. O o inderum, ja, hapemi ne. Hap shtetin edhe ikim ne. Edhe fol ma trafikun. Ha, bravo, ja, hap, ja. E dona hapur një orë, e dona. Kalëm mbrapa. Ha, brumës se po flet, ja. O, zotin. Po letër, doku! Po do ja të dujmë letër, si ka letër. Po lirë pra ta letoj, ha. Po liroj pra pak, marim frymë, se s'po bëjmë asgjë tjetër. Liroj pak, sirëm, marim frymë. Keni dhurduar djani atje, keni dhurduar. O, Eliket, 10 minutë të tregojmë letër atje. Ja të flasim me letra, nderuar oficer, si çështjen. O, ja, 1 minutë. Si çështjen me anë të drejtës, me anë të ligjit. Dua që ti të lexosh dokumentin. Ha, bravo, kaq. Zotri, dua të lexosh. Unë s'po bëj asnjë. Të dëgjoj shumë mirë. Okej. Po, a liro dhe shtetin, po e pizë shtetin, Azimov tani! Ora ju tonë, po sponin shumë ti lexojnë letra 2 minuta. A ka mundësi tonë, s'ka punë në policinë e shtetit. Tonë. Të lutem, moj non. O, fak. O, Arita, jam unë tu. 2 minuta. O, Kono. O, Akron, janë oficera, bëjnë detyrën, njëri ti lexojnë letra se si kanë. Se nuk guaçojnë. Si nuk i çon shkresat bashkia për drita. Ka mundësi ta lini pak hapë. Po hapë mos jemi qytetar. Jemi mos jemi njerëz, mos jemi kap. Komunikojmë ndihshëm dhe bëm pak mbrapa.
Po. Qarkullon pak më fort. Ju shikoni që qarku rreth Po lëni më vetë të kemi pranë një që këtu po vrasin robe po rinë në qytetin do burr. Po, hajde që do të hapësirë. Ha. Kalon pak mbrapa do me koj pas policia bashkiake. Po të lutem. Do pas të thonë Nikol. Alo aty ti. Ore letrat jo vlla, letrat që kemi të gu sot letrat për vit. Lexo letrat e lexo dhe ligji. Po nuk e njeh ligjin me juristin e bashkisë. Fal, ja un bëj çfarë. Nga tonë, po i gjithë prapa. Nuk e bëni tonë gjithë prapa. O vlla, do të jeni no prapa kurse njerëz jemi s'kan vrarë rob këtu po vrasin në qytetin s'po i dalon njëri. Jeni në kapur. Ore ta vran çuni 14 vjeçë. O vlla, ai po te spital, po ta restronja ata që nuk pin dritat. Tonët, lene vetëm tikun aty, asinën e tonët. Tonët gjithë këtu mrapa. O, ne jemi tu me jurista, jemi qytetarë. Është perimetri i sigurisë. Po. Dhe unë po ju them, në datën 12 dhjetor, ju është dorëzuar, po e kupton zbatoj pra. Ligji më detyron dhe një s'ma ke dhënë lejen kundërshtim me ligjin. Unë kam paraqitur kërkesë. Ore më dëgjoj tani se am mësoj konstatimin. Mor zotri kam paraqitur kërkesë po them në datë 12 të them, më lidh korrent. Si u korrentin aty ta heqën ato. Ke kërkesë më me shkrim. Se sa zbaton ligjin. Ore të kam thënë mësiu korrent. Po sti kemi zënë hapësirë publike, ore të tema ka zënë hapësirë publike. Hapësirën publike kam kërkesë drejtuar policisë së shtetit për protestën. Zbatoj. Keni bllokuar ju sot lëvizjen e njerëzve, më shumë policë se kur kap një organizata kriminale. Mere këtë zhduku me që të tregon mua atit. Kë provokon ti. Kanë tuar kërkesë. Se nuk si veri kështu me bandat ju. Se nuk si veri kështu me krimin ju. Paguen nga banda, paguen! Ma i rogat, ma i vilat, palatet. Nuk e lëshoj. Po merim jetin. Po jo mërë makinë, mërë se kemi kërku. Që është kjo? Si më korrenti, no? Një drita tuj më dhanë, që s'to ditë? Momenti që lidhen dritat e lirojnë me generatorin, pa pas drita fare, hiq! Një makinë. Por e ti komi from dhe kam respekt Allah për nas, po një drita tuj, a e që si generatorin. Tu jam olla, tu. Po boni ligjin dhe mbaroj. Ja që ndodh, ja. A mundemi ta çojmë atje, ne ta heqim, do na fuqi dritat kaq. A mundemi? Apo s'mundemi? Uj. Qa kamër? O ti! Mos ja cini hapësirë. Mos ja cini hapësirë, më let më i shumë. Mere uj më me. O si që vjetë zormë. Vjetë zormë, Qka të bëhë? Jena këtu më jau. O ti ku që jena këtu, më të më të më të më.
Jo. A kanë shok, a kanë vlezër. Jemi bashkë. Po për kauzën e ju i ka ardhur se s'ardhi u vjedh. Se po të lutem kulturën. Ule ti, goti ule, hapet ma i qikaja. Hape hapsirën ati të bërë, hapet ma i qikë fërima, ule ti, goti. Vetëm largoni ta. Largoni qikë, kryo jam sirë. E keni e kuptoni. Shumë bukur. Arleni vetëm në Adriatiku këtu. O, largoni me qikë, more ajë robi. Në morë të ajërin, më largoni qikë, more ajë robi. A mund t'jeni vetëm në Adriatiku këtu, edhe donën aty lanë. Të tjerë gjithë tonët largohen. Kryoni me qikë. Ore, po që nevoja të qojnë vetë politikë gjenatu, nuk jemi ne, o vla. Si jemi kriminell. Tonët gjithë largohen atje. O vla, o motra ime. Ka në vetëm Adriatiku dhe donën. Bravo, keni kap organizator kriminale, ju lumt. Bravo! Ju lumt. Bravo! Rria ty generator, ma. Rikuja aty, o do nga spriset e marrë me gjithë generator me vetë Adriatiku. O do nga televiz me gjithë generator, se t'i këpus rota, tikun me gjithë generator, si qështë. Këtu ore, këtu dorim, këtu derisa cjellin dritat, kur cjellin korrentin dhe energjinë elektrike ikim ne dhe japim generatorin. A ju kemi bërë kërkes? Kur vi korrenti ikim ne, kaq! A ble me lek. Mrapa policia, mrapa sa kanë vizitonë kanë punë, ata vinë janë punë. Ora si ka këto se do ramën më bu. Asi ka këto nuk e do më, ta japun me shpirë. Asi se për 800.000 lek vinë tu sakrifikohen. E rrinë larg familjes, i morin orar pa orar, telefoni qisin aty si dun. Qa është problem është mërë? Ata rrinë dorë të dhe me ngrose, po thajnë tot. Ku jeni o motra, o vlezër? A ka shqiptarë mërë që kanë fmine për shpia mërë, o zoti modë. Hajde më mroni fmi dhe ju e këtu mërë, se s'kena dalë në këtu për show. Nuk e kemi me policinë, kemi polici bashkjake. Ta erdhën në ndim policisë bashkjake. Policia bashkjake bi përfaqësuesit, bi juristi këtu, thotë që s'ta ka lidh dritat, se kemi 6 ditë që rrim aty për jashtë pa dritat, bi atë juristin se pagunja 30 juristat dhe bashkia ke zyra juridike, edhe ja ngarkoj fajn 4 policëve që ndoshta janë dhe me shkop mesme dhe nuk di ta interpretojnë ligjin dhe i bën ata mball me gjithë të turp. Nuk është faj as i këtyre as atyre, duhet vi juristi bashkisë ose zyra juridike që ka marrë njoftimin që para 6 ditësh që ne jemi vendosur dhe për tubimet tona që do jesh çdo ditë në orën 7:10 pa afat, njoftimi është për pa afat. Ata duhet dinë të interpretojnë ligjin për tubimet publike. Nuk kemi detyrime marrë leje. Kërkojmë lidhjen e energjisë elektrike. Në moment që nuk e lidhen energjinë elektrike, ne improvizojmë. Sot me generator, nesër me bateri. Po me bateri do të heqim baterit. Do ta çojmë generatorin te policia shtetit sot. E doni ta çojmë ta vi atje. Merrni bani për çështë balë sekuestrimin. Ajo është pronë private, është e imja. Do ta marr prap. Kur lidhin energjinë, sot generator, nesër bateri. Kaq e thjeshtë. Nëse bashkia, por oraj që ne të bojmë, me drejtën tonë, na sjellin energjinë elektrike, ne nuk bimo as generator, as bateri dhe nuk kemi pse më përplas, as me policinë e shtetit, as me policinë bashkiake. Bravo! Është e turpshme që zyra juridike dhe kryetari bashkisë Tiranës vjen një qytetar me shkop mesme dhe vë gjithë të turpë. Ajo është bashki! Ai që po komandon. Ai se na vjen për gjithë dimër. burrat përballën këtu me turpën dhe na gjoj gjithë. paguajnë me tajra atë Ne jemi gjithë vlezër dhe motra. Ne jemi këtu pa fat. Çdo ditë në ora 17 do mblidhemi, do protestojmë për 2 orë çdo ditë. Është e drejta jon, është e drejtë kushtetuese. Nëse juristët e bashkisë nuk di të orientojnë policinë bashkiake, drejtorin e policisë bashkiake, vjen ta marrin me qiravlla. Ti heqin këta që kanë marrin djetë kualifikuar
Se ka me miliona që kanë emigruar në Europë. Ta marrë një dhe ti interpretoj ligjin. Kemi vajt me këmbë, zonjat, kush Dorina? Avokat Dorina Preti, nuk e di ashtu apo jo. Ka vajt sot personalisht me këmbë, se nuk na e lidhi. E kam mbredhur 30 zyra në Bashkinë e Tiranës. Dhe asnjëri nuk i ka dhënë dot një përgjigje, se ka frikë. Se i ushtrojnë presionin që ne të largohemi nga i ftoti. Jo ftot bi, jo shi, jo por, po ne aty do rrim. Bravo! Ore, po rrim për gjithë shqiptarët dhe për policinë e shtetit, po rrim këtu për që ta ke Evropën dy fish. Mos i torturoj kush, mos i diskriminoj kush. Se ne rrim me 3 batania tjerë për veten tonë. Të Republikës, rrim këmbë gjithë natën. Ne kemi detyruar dhe policinë e shtetit bëjë ta bëjë roje neve. Ne nuk jemi kriminalë. Kriminalët e dinë mirë ata kush janë. Me ata që pas veprojnë për me ble vota gjithë Republikën e Shqipërisë. Është turp! Turp! Bravo! Ne, në përputhje të plot me ligjin, kemi dorëzuar në policinë e shtetit Shkres për organizimin e protestës çdo ditë. Gjithashtu kemi dorëzuar në Bashkinë Tiranë kërkesë për lidhjen e energjisë elektrike. Nëse këtu ka një punonjës të shtetit që mund të më thotë çfarë nuk kemi bërë ne në përputhje me ligjin dhe çfarë duhet të bëjmë që të mos e shkelim ligjin dhe të mos detyrohemi të përplasemi me uniformën e shtetit ton, për të cilën gjyshrit tanë kanë dhënë jetën, e nga të cilët 6 prej të gjyshrëve dhe familjarëve të mi janë dëshmorë të atë dheut, të lutem të ma thonë dhe unë të ta zbatoj deri në një. Bravo! Por, në një republikë, kur Saliu t'ja lidhin drita çdo të hënë se do, dhe ne këtu na lënë në pikë të ftotit, dhe çojnë shkresa, dhe nuk na japin dritat, këta vërtetojnë edhe një herë se janë një dhe janë në shërbim të së keqes. Ta din që ne nuk do ndalemi. Ta din që kjo nuk është një betej për hallet e njërit, po kjo është një betej për parimet dhe të parët tanë ka dhënë jetën për parimet. Bravo! Dorhiqu! 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 Është e pafalshme që funksionarë të shtetit të vinë, të kërkojnë të zbatosh ligjin, por kur i pyet se çfarë ligji ke shkelur, heshtin dhe ikin dhe thonë, unë jam këtu për të zbatuar ligjin. Po pra, na thoni, cilin ligj, cilin nen kemi shkelur dhe ta zbatojmë si duhet. Bravo! Dhe ky generator nuk do merret dot. Vetëm po më vran mua e marri sot këtë. Ore, po në vranë! Për një arsye shumë të thjeshtë, jo për generatorin, po për gjakun e dritan Tocit që mori avionin nga Anglia dhe erdhi e bleu me lajkirse. I drejtojmë nga këtu Ministrit Rendit. I qikot drejt sy kur ta qikosh të lajmë. Është turp që këto vajza, këto motra, këto nëna, këto bia, të flënë jashtë pa një çadër. Ne Turp! 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 Ndrohemi edhe aty. Por ti ke motor, ke grua, do shta ke nevajzë se nuk e di që fëmijë ke. Po një motor, një nën, një vajzë, ka dhe nevoja fiziologjike, që nuk mund t'i kryeshesh, por vete me 100 metra për të vajtë tualet, për të ndru, për të gjuzë gjësh për tjerës. Prandaj të lutem. Bravo, bravo. Nesër, kur të vesh në fyrë, kur shikosh të lajmë, mendon 2 herë, se neve nuk na duhet megafon, nuk na duhet asgjë, se ne kemi vrarë frikën. Unë kam ikur 14 vjeç, kam studiuar 10 vjet, kam punuar 18 vjet oficer aktiv në detyra të ndryshme. Hoqa gradën në kohën që mund t'i merja frutët karrierës time dhe u bashkova me këta. Bravo, Grifi! Ka dy drita! Që s'duat me emigrojnë, por duat me jetojnë këtu në vendin tonë të lirë. Jemi vend i pasur, por thjesht jemi të vjedhur.
Jemi të vjedhur për njerëz që çdo ditë ulen në hal me krimin organizuar. Dhe ti e di mirë, ti dhe ai atje, që thot s'kam informacion. Ai e di mirë se çdo fund muaj i vjen informacioni institucioneve të sigurisë, nga shishi, nga policia e shtetit, nga agjencia mbiqyres policore, se cilët janë njerëzit e korruptuar në këtë vend. Por ai nuk vepron. Ai Është të thua që s'kam informacion, sepse ti e di mirë që ligjit ka dhënë pushtetin ti drejtohesh me drejtim agjencisë mbiqyres policore, shërbimit informativ shtetëror, që çdo muaj ata për sektor caktuar të sjellin informacion për njerëzit e korruptuar, për ata që bashkëpunojnë me krimin. Bravo. Ka vetëm një rrugë që e ndan këtë gjë. Dhe ti e di mirë, ai është programi jon, i këtyre djemve dhe vajzave që e kanë shkuar me mund. Ka vetëm një rrugë të ndash krimin nga policia e shtetit. Dhe jo si mendon ti, ka vetëm një rrugë. Ajo është bashkëpunimi i zyrtarëve të lartë në policinë e shtetit me krimin organizuar, të quhet trafi e lartë kombëtare të veçantë penale. Bravo Gjyse! Të dënohet minimalisht 25 vite burg, ti sekonstrojnë çdo pasuri e vend nga parate përfituara nga veprimtaria kriminale. E di mirë ti se kjo është rruga e vetme, por nga që ti vetë e di si ke fijet, se kur vinë votat, kur vinë zgjedhjet, të duhen ato gjërat për bler vota. Në një vend ku një njeri i vetëm mund të marrë 15-20 vota, si i merr? Pse këta tjerët janë, sa janë këta tjerët? E di ti, e di. Prandaj të lutem, nesër, kur të vesh në zyrë, jep urdhër këtyre, biles ta sjellin vetë çadrën. Jo ta hapim ne. Për motrat tona, për nonat tona, për vajzat tona që flen aty. Se ne nuk ikim. Edhe shqipot bjerë. Dhe ka rrike do rrike. Na merë një dhe ne! Na merë!